Na përpara kemi përdorur për pije këta ujë. Edhe ke parasysh tash se çfarë ndotje, çfarë meteorinë mbledh. Lumbarin e ku ka ujin shumë të kristalt. Edhe pastaj vazhdojnë edhe e kena në fund të lumit, e kena atje në Vlashe, i cili e ka një ndotje që s'mujna me besu. Aktivitetet e njeriut janë ato që po ndikojnë në ndotje të ujrave. Drini i Bardh, njëra nga rrjedhat më të mëdha ujore të Kosovës, dikur ishte emëruar si i Bardh për shkak të pastërtisë së tij. Sot Drini është njëri nga eksportuesit më të mëdhenj të ndotjes. Mbi 100 eksploatues ilegal të zhavorit dhe derdhja e kanalizimit të 8 komunave kanë krijuar pasoja të pariparueshme për biodiversitetin e lumit. Në rrjedhën e tij prej 115 kilometrash, Drini i Bardh mbledh kanalizimin e 8 komunave të Kosovës për ta eksportuar atë në Republikën e Shqipërisë. Komunat si Peja, Deçani, Juniku, Gjakova, Prizreni, Klina, Istogu, Rahoveci shkarkojnë pjesën më të madhe të kanalizimeve në lum jashtë çdo standardi, duke rritur ndotjen e lumit. Të dhëna preliminare nga Agjencia e Statistikave tregojnë që 125.000 shtëpi dhe biznese derdhin kanalizimet në lumenj të cilët degëzohen në rrjedhën e Drinit, ndërsa shifrat zyrtare tregojnë që në këtë zonë jetojnë hiç më pak se 400.000 banor rezident. Ndotja nga kanalizimet në këtë zonë ka shënuar edhe rritjen e nivelit të ndotjes në lum. Të dhënat nga matjet e Agjencisë së Mjedisit tregojnë që në disa momente niveli i oksigjenit të tretur në rrjedhën e Drinit ka rënë nën vlerat e lejuara. Sipas standardeve, vlera e lejuar e oksigjenit të tretur nuk duhet të bie nën 6.5 mg per litër, por matësit e agjencisë kanë regjistruar raste kur vlerat kanë rënë nën 5.25 mg per litër. Radovci është baza ku buron Drini i Bardh. Kjo zonë është njëra nga atraksionet turistike të Kosovës për shkak të sasisë së lartë të ujit, ujëvarës dhe cilësisë së ujit. Uji në burimin e Radovcit është 100% i pastër dhe i peshëm, por të dhënat tregojnë se uji nis të ndotet që në kilometrin e parë të tij. Tash për momentin jemi në Radovc, afër burimit Drinit Bardh. Ky ujë është uji i burimit Bardh. Për momentin, dhe këtë nuk o fort largë, është i pasër shumë, për fatë keq ka nis pak më ndot ujë. Na përpara kemi përdorur për pije këta ujë. Dhe këtë e në vësel atje poshtë, o pi. Ka tonë në nena i den në blanjës vogël gati, o përdor, tash për fatë keq ju. Me padurim jemi të i prit, fshatarët, përgjithësi jemi bashki lokale me 4 fshatrave këtu. Ta e dim vetë për shembull që ta ujë, për para dhe ujë shkoj ka nene në 3 fshatra atje, shkoj ke dete në blanjës të vogël u pike ujë. E sot nuk pihet tani në një. Edhe këtu pi, tash nuk pihet pe këtu të poshtë. Edhe tash ka pas asi në la që tu shumë, gjithve në la. Në gjithë rrjedhën e lumit Dri, mijëra shtëpi dhe biznese shkarkojnë kanalizimin. Instituti Hidrometeorologjik ka instaluar matës për gjatë gjithë rrjedhës, të cilët konstatojnë nivelet e ndotjes. Të dhënat tregojnë që gjatë muajve të verës, ku niveli i ujit bie, ndotja rritet. Jemi në pjesën e institutit ku janë laboratorët, në të cilët do të bëhet monitorimi, do të bëhen analizat e ujëra për në aspektin e cilësisë. Në këtë laborator përpos që bëhen analizat e ujërave sipërfaqësore, bëhen analizat e ujërave nëntoksore, po ashtu bëjmë analiza në bazë të kërkesave të cilat vijnë pe inspektoratit mjedisor në raste të ndryshme të ndotjes nga industritë. Ky rrjet në total do të përmban 56 stacione të monitorimit të ujërave sipërfaqësore. Prej këtyre janë 22 burime të lumejve, edhe janë 34 stacione të tjera të cilat ja takon ndotja, të cilat nuk e kanë cilësinë të cilën e kanë pasur. Matjet nga instituti kanë konstatuar në vazhdimsi rritje të nivelit të ndotjes në lumin Dri. Të dhënat tregojnë që në vitin 2019 u konstatuan situata ku niveli i oksigjenit të tretur në ujë ra në 6 mg per litër.
Drini Bardh grumbullon ujrat e një rjeti të gjerë të lumenjve anësor, të cilët po ashtu burojnë të pastër, por ndoten gjatë rrugtimit të tyre. Lumbardi i Prizrenit është njëri prej tyre. Lumbardi i Prizrenit është një lumë që do të duhejna me i morë lakmi për shkak të vetë pozitës dhe burimit që e ka në malet e Sharrit. Ai atje do të na kemë pikë monitorimi Lumbardin e ku ka ujin shumë të kristalt, edhe pastaj vazhdojnë dhe e kena në fund të lumit, e kena atje në Vlashe, i cili e ka një ndotje që s'ka smujna me besu. Mirë po, ajo çfarë ka ndodhur, do të edhe pse është bojë impjantin në Prizren që e ceka më herë, do të prapë ka shkakime të plota në Lumbardin e Prizrenit të cilët e bëjnë këtë ndotje. Për shkak se vetë impjanti i Prizrenit nuk i përmbledh të gjitha ujrat që shkarkohen në impjant, por është një pjesë shumë e madhe e Prizrenit dhe njënës onë të vetë banimeve të cilat ashtu qysh janë derdhë më herët, derdhën më tash. Ne kemi bërë hulumtime së bashku me grupin tim hulumtues në fushën e ndozve organike në Lumej dhe në liqene. Jo vetëm në Kosovë, po kemi marrë fokus edhe disa liqene në Shqipëri. Së bashku me grupin hulumtues na i studiojmë ndozit organik, ku këtu bëjmë pjesë 4 lloje të ndozve që ne i analizojmë. Aktivitetet e njeriut janë ato që po ndikojnë në ndotje të ujrave, duke përfshi zhvillimin e bujqësisë, përdorimin e pa kontroll pesticideve nga bujqet në Kosovë, gjithashtu zhvillimet urbane, industria. Kur po flasim për natyrën e këtyre ndozve dhe për shqetësime që kemi me prezencën e këtyre ndozve në ujrat që ne i kemi hulumtu, fokusi kryesor është tek shëndeti i popullatës. Këto mundën me qenë të dëmshme për shkak se janë disa substanca kancerogjene dhe substanca që mundën me ndiku direkt dhe me paraqit probleme shëndetësore që lidhen me sistemin nervor, me sistemin hormonal, riprodhues, po përveç tek njerëzit mundën me pas efekte negative edhe tek organizmat ujor që jetojnë në ujra dhe gjithashtu mundën me ndiku edhe në humbje të biodiversitetit. Nëse nisemi dhe i numrojmë cilët janë ndotësit kryesor të ujit, mund të themi që kryesorja janë ujrat e zeza, sepse akoma nuk kemi domethënë një sistem të gjithë përfshirës të trajtimit të ujrave të zeza në të gjitha qytetet e Republikës Kosovës, prandaj ky është faktori kryesor sepse ato derdhen direkt në lumenj. Kanalizimet e 8 komunave të Kosovës përfundojnë në rrjedhën e lumit Drini Bardh. Studiuesit dhe monitoruesit e cilësisë së ujit kanë nxjerrë të dhëna faktike që dëshmojnë ndotjen. Aktivistët e shoqërisë civile dhe ambientalistët në punën e tyre direkte kanë nisur të evidentojnë pasojat. Fatkeqësisht në PE ekzistojnë në disa thertore që domethënë derdhjen ndoshta pa vedije e kanë ende me gypa të vjetër në pjesën e lumit të bardhë, domethënë në PE. Me thonë drejten, shumë pak lloje kanë mbetë peshkut në këtë pjesën e parë, domethënë është njohur gjithmonë Drini Bardh se në pjesën e sipër me të lumit, domethënë ka troftë drinit. Trofta e drinit është në zhdukje sipër, domethënë edhe nga peshkatar keqbërës, por edhe nga ndotja e lumit, domethënë nuk kemi bërë analiza. Për fat keq nuk kemi bërë analiza, shpesh kemi marrë mostra të peshqeve të ngordhur, por me vetë faktin që në Kosovë nuk bën analiza të tilla, në mungesë të fondeve nuk kemi pas mundësi për shembull me dërgu mostrat në Austri apo diku tjetër ku analizat kanë kushtuar shumë shtrejt. Pasojat e një ndotje të Drinit të Bardh eksportohen në Republikën e Shqipërisë. Drini Bardh përfundon në liçenin e Fierzës, aty peshkatarët kanë dokumentuar pasojat e para të rritjes së ndotjes. Këtu një problem që kemi me gjotin e peshkut, duke filluar nga ndotja, pikëshpari, që vjen me Drinin e Bardh, që vjen nga Peja, edhe që kalon nëpërmjet rrafshit Bugazinit. Edhe ke parasysh tash se çfarë ndotje çfarë me turinë mbledh. Prej atje edhe këtë vjen e zbarkon derdhet në liçenin e Fierzës. Gjitha janë ndotje, plus se ndikon në rrjeta, në materialet e peshkatarëve, si i damton të gjithë. Ndikon në shtimin e peshkut, ndikon në kohën kur krapi lëshon vest, ndikon jashtë mos e shumë. Së po tjetë liçeni, po se kuptohet ajo
shtohet dhe të kropi, edhe nuk ka shumë probleme. Po ka shumë probleme edhe me ulljen e nivelit lidhët, se ndote sidomos kur vjen në kohën e pranverës, që rritet niveli liçenit, fillon e vjen meteorina me shumë, se fillon e rritet niveli dhe e mbledh krejt çka ka meteorinë në sjell poshtë në liçet firshës komplet. Ujëra xheza edhe këtu derdhen. Ka edhe këtu ujëra xheza që derdhen. Po jo, ne sasi kush e di se çfarë të madhe. Po ne e mbledh gati ta llogarisht nga peja, nga radafse në ajo rrafshi Dugazhinit që mbledh, llogaritë se sa derdhe të ujërave xheza deri në liçet firshës deri në kufinj se sa derdhe ka. Edhe kjo ndikon shumë në shtimin e peshkut, edhe mbarvajtjen e gjuhëtisë peshkut. Matjet nga institutet dhe ekspertët kanë konstatuar se ndotja nga kanalizimet e ka dëmtuar seriozisht cilësinë e ujit në lumin Drini i Bardhë. Krahas kësaj ndotjeje, një armik tjetër ka shkatruar rënd biodiversitetin në shtratin e lumit. Në rrjedhën e tij prej 115 kilometrash, Drini për shekuj me radhë ka grumbulluar zhavor i cili përdoret për ndërtime, që nga pas lufta një industri e tërë ilegale u ndërtua skaj brigjeve të lumit për të eksploatuar zhavorin. Nga ky veprim, qindra hektar tokë bujqësore u shkatruan, ndërsa zona përreth lumit është ndruar në një zonë të vdekur e skajshmërisht të dëmtuar. Të dhënat zyrtare tregojnë që në brigjet e Drinit ishin ndërtuar 110 lokacione ku nxirrej zhavori. Abuzuesit lanë prapa vetes dëme të pariparueshme, ndërsa qeveria në këtë zonë konstaton rrezik serioz të përmbytjeve. Sipas statistikave të qeverisë së Kosovës, për shkak të ndërhyrjeve në rrjedhën e lumit, në rrezik përmbytjeje janë 123 km2 prona përreth lumit dhe 10 zona të banuara. Industria ndërtimit ka dëmtuar seriozisht gjithë zonën. Me në rastin e ndotjes të një mikseri të betonit, i cili ka derdhë komplet atë mbetjen e atë yndyrën, edhe kemi pas me qindra kilogram peshk të ngordhur, të më troftë në qendër qytetit, edhe jemi pa ditë kemi shku deri në gjykat. Po që ka ndodhë, më thonë, edhe gjykatat vonojnë, më thonë, ftesa na është bo pas 3 viteve. Kur më kanë ftu në gjykat pas 3 viteve, as nuk më ditë për çka më fton gjykata. Nuk më ditë arsyën për çka po më fton, derisa kemi marrë vesh që, do më thonë, është rasti për kompaninë në fjalë, e cila pas disa bisedimeve kemi shku të ndërmjetësuesi. Edhe marrëveshja e fundit ka qenë që pas përfundimit, do më thonë, marrëveshja janë e fundit, pas përfundimit të komplet renovimit apo rregullimit të shtratit të Lumbardhit në Pej, pronari i kompanisë bashkë me ne do të bëj pagesën e një shume të caktuar që një shumë të peshkut do ta shumojmë domethënë në mënyrë artificiale dhe pastaj atë peshkën e vogël të cilën do ta shumojmë, do ta arrisim deri në masë të caktuar, do ta kthejmë prapë në lum edhe kështu në këtë mënyrë disi ai ta laj burgjin e asaj që ka bëu domethënë me rastin që ka bëu kompania e tij me ndotjen e lumit. Po prapë si ka dënu për atë pjesë? Jo, nuk e kanë dënu. Nuk e kanë dënu. Nxjerrja ilegale e zhavorit është vepër penale në Kosovë. Ndër vite, prokuroria ka sekuestruar kamione bolduzher që janë përfshirë në këtë veprimtari, mirëpo eksploatuesit nuk janë ndalur. Prokuroria ka sekuestruar në raste makinerit, mirëpo një pjesë e tyre janë kthyer tek eksploatuesit me vendime të gjykatave. Me kaluar, por edhe këtë vit sekuestrime të shumta edhe të mjeteve me të cilat janë kryer veprat penale, qoftë çështja të veprat penale të ndotjes së degradimit tek separacionet, ka pas edhe raste kur kemi të bëjmë me recidivista dhe është krejtësisht e logjikshme që nëse nuk vjen deri te konfiskimi i përhershëm i mjeteve, atëherë në një mënyrë po jepet mundësi që ai prap ato mjetet i përdor dhe të kryej prap njëjtën vepër penale. Prandaj kisha dashur para fokusit të kamerave tuaja të them që konfiskimi i përhershëm i mjeteve është mjaft i rëndësishëm, është madje jetik, sepse nëse nuk vjen deri te konfiskimi i përhershëm i mjeteve, atë në një mënyrë nuk po arrihet ai rezultati i duhur me përfundim të gjykimit dënues. Ndëshkimi e eksploatuesve ilegal të zhavorit në shtratet e lumenjve është përgjegjësi e gjykatës së Pejës dhe Prizrenit. Të dhënat nga gjykata e Prizrenit tregojnë që pjesa më e madhe e krimeve kaluan me dënime të lehta, kryesisht me gjobë dhe dënime me kusht, 33 raste, 7 ishin dënime me kusht dhe 26 dënime me gjobë. Gjykata në
prizren për territorin që mbulon edhe kompetencën që ka, lënë në kuadër të mbrojtjes ambientit i trajton në disa departamente dhe divizione, në divizionin penal. Nëse marrim prej vitit 2021 deri në këtë periudhë në shtator të vitit 2025, gjykatën themelore në prizren divizionin penal janë pranuar 60 raste që kanë të bëjnë me veprën penale ndotja, degradimi ose shkatrimi i mjedisit, por prej një grupi të vendimeve që kemi analizuar dhe kemi verifikuar, as aty nuk kemi mri me gjetë një vepër specifike që ka të bëjë me ndotjen e lumbardhit, qoftë me hudhjen e mbeturinave, derdhjen e kanalizimeve. Bazë të verifikimit të aktgjykimeve që ne kemi marrë për veprat penale ndotja, degradimi apo shkatrimi i mjedisit, personat juridik, po edhe personat fizik si përfaqësues të personit juridik, 60% e atyre rasteve janë të kryera, dënimet kanë qenë dënime me gjob apo dënime me kusht. Në këndin penal, pjesa më e madhe e eksploatuesve dënohen me gjoba dhe kjo ka rritur recidivizmin. Në dosjet e prokurorisë, pjesa më e madhe e eksploatuesve janë recidivistë të veprave. Përpos rritjes së dënimeve dhe konfiskimeve, ekspertët thrasin për investime të menjëhershme të cilat do e pastronin lumin nga ndotjet e kanalizimeve. Dy komunat e mëdha, Peja dhe Prizreni, kanë nisur projekte për impiante të ujrave të zeza, por ato nuk po mjaftojnë. Në pjesë më lart të qytetit, domethënë ka raste kur ka derdhje të ujrave të zeza, madje në këtë drejtim kemi edhe disa operatorë ekonomik që rrjedhat e mbetjet e tyre mund të shkojnë në drejtim të rrjedhjes së lumbardhit, por ne si komunë kemi bërë inspektime të vazhdueshme dhe kemi vënë kontakte me pronarët e bizneseve eventuale që edhe ata të shfrytëzojnë mekanizma që ta ndalin të paktën atë rrjedhën e madhe të mbetjeve ose të ndotjeve në drejtim të lumbardhit, por nuk jemi të kënaqur në nivelin çfarë do duheshte të trajtohet. Ndërsa sa i përket qytetit, në pjesën e djathtë tash të qytetit e kemi realizuar një projekt që është mbi 26 milion euro për gjysmën e qytetit të Prizrenit. Mirë po, ka edhe pjesë tjera që gjysma tjetër të qytetit. Tash jemi duke projektu pjesën tjetër, e cila e përfshin nga Jabllanica Madhe, fshati Radhat, Vitomeric dhe shkon deri në fshatin Trstenik, ku jemi duke i bërë një projekt ku besojmë do të punohen mbi 6-7 impiante të vogla, jo të nivelit cilit është ai impianti ndërtuar në Gorazhdevc, se gjitha këto fshatra të derdhen në këto impiante të vogla dhe pastaj të bëhet riciklimi i tyre dhe të kalojnë në drinin e bardhë. Rritja e dënimeve, ndalimi i eksploatimit dhe investimet në impiante të ujrave të zeza janë 3 detyrat të cilat duhet të përmbushen për të ndaluar degradimin e drinit të bardhë dhe ndalimin e eksportimit të ndotjes ujore nga Kosova në Shqipëri. Sipas të dhënave zyrtare, projektet e impianteve nuk mund të përfundojnë deri në vitin 2030, ndërsa deri atëherë dëmet në biodiversitetin e lumit do janë të mëdha.